Sa lek shpenzon një familje për detyrimet e dritave në Gjermani? Në dorë kam faturën e dritave, e cila ka ardhur për vitin 2024-2025, dhe për të gjithë ju që nuk jetoni në Gjermani, këtu paguhet një tarifë fikse çdo muaj, të cilën e ke vendosur në marrëveshje me kompaninë të cilën ke zgjedhur për pjesën e dritave, dhe në fund të vjen një faturë ku bëhet të gjithë përllogëritja se sa ke paguar të gjithë vitin dhe bëhet diferenca, dhe nëse ke paguar më shumë, kompania të rikthen lekët mbrapsht, ose nëse ke paguar më pak, duhet që t'i paguash kompanisë pjesën e mbetur. Tani në rastin tim, unë paguaj çdo muaj 205 euro, diçka e tillë. Kemi 3 veta dhe shtëpinë e kemi rreth 60 metra katror. Ne vjet vendosim që të bënim një provë ku linim të gjitha ngroset e shtëpisë në temperaturë konstante, pra nga 5 që është maksimumi i kaldajes, vendosim që ta çonim në 3 në gjithë shtëpinë, dhe normalisht kur ishte pak më shumë ftohtë e ndisnim edhe në 5 ose në 4 ose varet. Por nga nëntori deri në shkurt ose në mars, nuk jam shumë e sigurt, neve kemi lënë gjatë gjithë kohës tek treshi, nuk ishte rëndësi ishim në shtëpi, nuk ishim në shtëpi, gjatë ditës, gjatë natës, vetëm kur largoheshim për më shumë se sa 2-3 ditë, patjetër që e fiknim. Nga elektroshtëpiaket kemi lavatriçen patjetër, frigoriferin, sobën, lavastoviljen, të cilën e theksoj që e kemi një model të vjetër që me shumë mundësi ajo mund të harxoj pak më shumë se ç'duhet, besoj, nuk e di, nuk jam shumë e sigurt. Kemi dhe tharsen. Lavatriçja dhe tharsja kanë punuar pothuajse çdo ditë. Lavastovilja po ashtu punon pothuajse çdo ditë. Dhe tani, duke qenë se ne kemi paguar 205 euro çdo muaj, ne i kemi kompanisë të dritave edhe 299 euro detyrim. Unë mendoj që një çmim i tillë 299 euro, dhe duke pasur parasysh që i kemi paguar avash ato 200 euro, unë mendoj që ky është një çmim më shumë se sa i arsyeshëm, jo sepse jam e pasur, por sepse kemi dëgjuar shifra marramëndse nga 2000 euro, nga 2500 euro që u kanë ardhur ti paguajnë ekstra përveç atyre që kanë paguar çdo muaj. Kështu që mund ta konsiderojmë veten njerëz me fat, sepse të gjitha gjërat që na janë dashur i kemi përdorur, i kemi paguar avash i bie. Tani nuk e di se si e konsideroni ju një shifër të lartë ose jo, por unë mendoj që me të vërtetë me ato çmime që kemi çuar është një shifër shumë e mirë. Faleminderit Zotit.